Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani thotë se qeveria është e hapur për të adresuar zgjidhjet e çështjeve të pasgjidhura dy palçe me Greqinë. Në intervistë për median greke Tanea, ministri Hasani tha se janë të gatshëm të diskutojnë zgjidhje të drejta e të qëndrueshme për të dy vendet, teksa shtoi se është e mundur që të adresohen të gjitha çështjet përkatëse në përputhje me normat ndërkombëtare. Ne marrim pjesë në këto diskutime me respekt të ndërsjellët me qëllim arritjen e zgjidhjeve të drejta dhe të qëndrueshme që pasqyrojnë interesin ton të përbashkët, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë dhe stabiliteti rajonal nëpërmjet dialogut të vazhdueshëm dhe bashkëpunimit konstruktiv, deklaroi ministri Hasani. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Në vend të bisedimeve të pritura për paqe, konflikti në Ukrainë hyn në një përshkallëzim dramatik ku akmarrja bërthamore ndaj saj nuk është më thjesht një hipotezë teorike. Inteligjenca e Kievit fillimisht shkatroi skuadrat e bombarduesve strategjik, një nga elementet kyç të arsenalit bërthamor të Moskës. 10 avion me rrezet të gjatë veprimit të destinuara për të mbajtur raketat apokaliptike janë nxjerrë jashtë funksionit nga një tuftë dronësh që deportuan në zemër të Rusisë. Edhe një bazë nëndetësh bërthamore të pajisura me raketa balistike ndërkontinentale janë sulmuar dhe të paktën një nga nëndetëset dyshohet se është dëmtuar. Goditja shmangu të gjitha aparatet e sigurisë së Kremlinit duke futur 10 kamion me lëshues dronësh mijëra kilometra larg kufirit. Sulmet ndodhen edhe në Siberi dhe në kufi me Arktikun. Gjysma e 80 avionëve të aftë për të kryer këto misione janë djegur dhe për t'i zëvendësuar ato do të nevojiten të paktën 5 vjet dhe mes 4 deri në 7 miliard euro. Është Pearl Harbor i hyn, shkruan Roman Alekin, një nga blogërët ushtarak më të ndjekur në Rusi. Antarët e Aleancës Perëndimore NATO duhet të përgatiten për një sulm të mundshëm nga Rusia brenda 4 viteve të ardhshme. Apeli vjen nga shefi i mbrojtjes së Gjermanisë, generali Karsten Breuer. I tha BBC se Rusia po prodhonte qindra tanke në vit, shumë prej të cilave mund të përdoren për një sulm ndaj shteteve anëtare të NATO-s në Baltik deri në vitin 2029 ose edhe më herët. Ai gjithashtu këmbguli që NATO, organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, të mbetet e bashkuar mbi luftën në Ukrainë, pavarësisht dallimeve në opinionet të shprehura së fundmi nga Hungaria dhe Slovakia. Generali Breuer foli në prag të një samiti për mbrojtjen mbajtur në Singapur, raporton BBC. Karol Nawrocki, kandidati sovranist pro-rus, fitoi ngushtë me 50.89% të votave ndaj rivalit të tij liberal, Trzaskowski, i cili mori 49.11% të votave në raundin e dytë presidencialeve në Poloni. Gara tensionuar pasqyroi ndarjen e thellë politike me zonave urbane pro-liberale dhe fshatrave që mbështesin nacionalistët. Nawrocki me mbështetjen e presidentit amerikan Donald Trump pritet të orientojë vendin drejt politikave më konservatorëve dhe sovraniste, duke vështirësuar agjendën reformuese të kryeministrit Donald Tusk, i cili mund të humbas fuqinë për shkak të votave të presidentit të ri ndaj ligjeve parlamentare dhe përballë një opozite gjithnjë më të fortë nga partia PIS. Sulm terrorist në Colorado, të paktën 8 persona janë plagosur për fshirjen e një moshuar 88 vjeçare që është mbijetuese e Holokaustit pas një sulmi të dhunshëm në një aktivitet paqësor në Boulder të Colorados. Ngjarja ndodhi të dielën në orën 13:26 me orë lokale gjatë një marshimi të mbajtur në Run for Their Lives. Përmes tij synoi të rritë ndërgjegjësimi për pengjit izraelite në Gaza. Sipas policisë, agresori, një 45 vjeçar me shtetësi egjiptiane, përdori një flakëdhës të improvisuar dhe koktej molotovi për të sulmuar turmën. Ai dyshohet se bërtiti Palestina e lirë gjatë sulmit. Autoritetet federale po hetojnë ngjarjen si një akt terrorizmi të qëllimshëm dhe të motivuar ideologjikisht. 8 të plagosurit, 4 burra dhe 4 gratë të moshës 52 deri në 88 vjeç, janë dërguar në spitalet e zonës me djegje dhe plagë të tjera dhe të paktën një prej tyre është në gjendje kritike. Byroja Federale e Hetimeve ka nisur një operacion në kuadër të hetimeve për këtë sulm, duke e trajtuar atë si një çështje të sigurisë kombëtare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.